Mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm. Ka qef me të pas, falimderit që më të po. Gjithashtu. Hajde ratoheme. Që kjo standi për ty. Lindi që shtkemi? Mirë, super. Juve? Shki pas ditet, tu gatu na i sen, apo? Ka njëherë tu gatu, ka njëherë tu bu kontent, ka njëherë tu punu. Shumicën e kohës. Apo të merë shumë kohë krimi i kontentit? Jo sa e kom mendu, se realisht nuk u konë diçka që e kom bo plan, në veç më konë të marrë me marketing, më konë të marrë me krijimin e kontentit, edhe dikur thash me kryoj për krejt, me kryoj edhe për veti, edhe të njëjtën kohë të marrë edhe me lokal, me Bubble, kom bo një farë kombinimit rutinës që ja ka nisë për dishmëria tash me konë pak ma entuziaste për mu. Pra, po duke që një ditë perfekte për ty është kur je super i angazhume dhe ki njërishën misene të i bud një të në Gjithsesi, unë jam person që s'di me najtë, unë jam të punu të në kohë, nëse që jam i angazhume 2 ose 3 projekte për njëherë, s'di me funksionu. Që ta prish ditën? Që ka ma prish ditën? Nëse nda njona prish që të nësë shkon mirë, ose që ka ndikon në ditën e lindit që me thonë, okej, sot qenë ka dita jam? Jo shpesh jam indikum prej rrethonave të jashtme, kryesisht në rrethonat mbrenshme. Nuk ka diçka specifike që ma kish prish ditën. Nashta, dikush pret me thonë që komentet negative ose diçka e tillë, po prej paraqitjes që e kom pas që një kohë gjatë në media, definitivisht një mësu me komente, edhe tash i shoh si diçka pozitive se po krijojnë edhe engagement në TikTok edhe... Po sjellën të mira. Gjithmonë tentoj me pa anën pozitive të secilës pjesë, tentoj me shiju jetën sa ma shumë që moj, që shijem të fol edhe publikisht që kom hasë në vështirësi disa herë, po definitivisht më ndihmon shumë me pa anën pozitive në këtë pjesë edhe karriera gjithsesi. Te që tash ka kalu një kohë prej ati momentit ku një masë e madhe e kanë dëgju historinë e lindit. Tash biles po kanë mundësi për mes platformës të në TikTok Po ati po mujna edhe me pa ma shumë, besa edhe me bu pytje ma tepër ty s'po i kursen edhe përgjigjet, po je shumë i hapun me nda krejt, po para se të me artë që këj moment i daljes të ande të parë për me tregu historinë të ande. Sa kohë të është dash me mendu, edhe sa e vështirë ka qenë me bind vetën, me thonë po, unë kom e dalë, edhe është gja pozitive me arrit në pikën ku njëri e pranon vetën edhe e dënë vetën mas pare. Definitivisht, krejt kjo ka orë si rezultat i vetë pranimit, edhe dashnis ndaj vetës, edhe normal guximim ka orë edhe prej përkrahjes që e kom pas prej rrethit. Për herë të parë më ka orë mundësia me dalë media edhe me rrëfy historien temë, ka qenë supozume me qenë historie pozitive, ku është një person transinor që pranohet prej familjes. Propozimi ka qenë me dalë pa ftyrë edhe pa zo. Me im shef, me i boblër ftyrën edhe me ndryshu zonin. Edhe kom refuzu. Se mu ka dok shtypse ndaj vetës me dalë, me tregu historien të emë, do me thonë historia emë është qa që vlefshme, që dikujna mundet me inimu, dona me dalë me ftyrë, dona me dalë me zo. Majnë me nuk patën mbledh krejt, a i sigurt, hajde për majnë ani takem, me këqyr, a i din rëzicet. U patëm taku edhe gjithësë se kom vendos prap se prap me dalë, a i kom bo për veti, po pjesërisht. Kom bo për veti se është një farë qlirimi edhe një farë pranimi ndaj vetës në një nivel tjetër. Po arsyeja tjetër kanë qenë njerëz tjerë që janë persona transinore ose thjesht komunitetit LGBT në përgjithësi. Më ka dok që kanë nevoj me pa dikën që del, që ka pranu vetën, u pranu prej familjes, edhe paka shumë mi dhonë shpresë nështë. Edhe nuk je pishman për atë moment. Për kundra zi, duke të ke gjithë forcën që aty, edhe jo veshti për vetën, po për komplet komunitetin edhe për platë të tjerë, që si që ta edhe e kanë shumë të rëndësishme me dëgju dikën, të i tregu që nuk ka kur gjohë gabe me pranu vetën. Po, definitivisht. Dhe sidomos tash që e kom bo një pauzë te për gjatë, rreth 4 vite unë nuk jom ekspozu në media, aq ma pak me fol për aktivizëm ose për veti, ose për qka do qofë se kom qeni fokusum në ndërtimin e biznesi, që tash është aktive dhe po shkon shumë mirë, që masë jom bo 4 vjetë, tash po kam hapsirë dhe me punu në sene tjera. Dhe e ndjeva si moment, tash okej, tash është koha edhe njëherë me dalë, mu rikëthy, edhe me këqyra ka nevoj dikush tjetër, se vinë edhe generatat e reja, që tash jenë rritë, që nështë ta ma herët nuk kanë një për mu. Do është ta me testu, do është ta me, kur fillova me kriju kontent, ashtë të testoj, po flasë për temen që e di mas mirë ti, tranzicionin në Kosovë, ashtë edhe informohet dikush, edhe unë e shlirona pak të folë para kamerës,
edhe ka dalim më ndërtu një platformë që është edhe edukuse, po përdu me qenë edhe motivuse, edhe me qenë këthyme pak edhe ka karriera. Unë i kom përcjell për post edhe intervistën më përpara që ke pas po në ATV me Adeline në mos gaboj, po edhe këto vitët e fundit në TikTok edhe nuk po du me qenë e përsëritun si histori, po me që edhe ti e the gjdo herë, gjdo dalje, gjithmonë ka dikush që nuk ka dëgju edhe nuk din. Prandaj po du veç disa si me thonë, elemente me shkput prej historias. Edhe nëse dikush e ka ndje vetën shumë rehat me fol me ty, diçka që po ndjem për mbranda, për herë të parë, Lindi ka fol me nanën në mos gaboja, po? Do me pështi me kajt, a? Jo. Po beja i gore. Nana është pjesa ma e rëndësishme e jetës tem. Që këmë cek edhe në video, fatkeqësisht ka ndru jetë në 2023. Edhe tash edhe ma shumë e ndjej dashnin e nanës, se mërzia është definitivisht dhim që mërzia është dashni që nuk u shpri. Edhe ka qenë përkraja ma e madhe. Mami të njetën, jo veç në raport me mu, po ka qenë një prej grave ma të forta që i kumë taku në herë me krejt për jetimet e soja, me sa mirë në ka mësu, sa mirë në ka eduku, edhe sa në ka ushtru që me qenë njerës të mirë, mos me dëmtu kërkan, mos me lëndu kërkan, edhe unë edhe sët edhe nesër të njetën këmë jetu me fjallë saj, fjallët e saj në konë në një mos t'ja unin që atojnë tjertë, s'po më intereson që ka atojnë tjertë, edhe në ndë me këshyr vetën, me këshyr familjen, me këshyr njerës që i kena ofër. Në ka mësu afërsin, e unë afërsin që ma ka mësu nana, po provoj me shpërndohë edhe në komunitet, me të regu që edhe na du të me qenë bashkum. Edhe na du të me qenë një farë baze e forë, që nesër mas nesër ndodhë diçka na me qenë bashkum, kena nevoj për njëni tjetërin, kena nevoj për informata, kena nevoj për ndim, e kem njëni tjetërin, edhe normal në fillim e kom pas pak problem me fol për dhimtën që e kom ndaj nanës, edhe është diçka që definitivt nuk jem i vetmi, as nuk jem person special që e përjetoj këtë dhimt, po më do këtë e rëndësishme me përmen, më do këtë e rëndësishme mu majt men nana, mu majt men krejt që ka bo, ka qenë edhe në FSK-ja angazhume në kuzhinë, krejt FSK-ja e kanë qujt nanosh, kërkush se ka qujt në emër astet, po e kanë trajtu, e kanë Talentin e kuzhinës e paske marrë prej saja. Qashtu. Talenti i kuzhinës është ma shumë hobby, është ma shumë një pasion që e kam. Jëm konë në shkollë të kulinarisë shkurtimisht, po e kom po që është vetëm hobby, edhe ma shumë e kom su se kom do është me integru edhe në lokal. E unë jëm, kur vjen punat e fushat e profesioneve të ndryshme, unë e kom qef krejt mi prej ka pak, e këto që i kam basë që du me i rrit, normal i studioj edhe i qoj për para, po jëm shumë njeri kurios. Provoj gjithë që ka me mësu. Ali shumë mirë, kështu ty marë prak përvoja, ty të një urit përgjithshme për se të rinë ka pak edhe gja e mirë kjo. Për pitës me s'kes, që ato e di sigur. Para me ndo, une nuk jam edhe qaq e mirë në pite, kështu një plus shumë i matë për ty. Linde, cilat mu i me thonë që kanë qenë 3 prej ndryshimeve më të mdoja gjatë tranzicionit tonë që ti i ke vrejt me... Fizike. Se ka pas ndryshime edhe fizike, po edhe të mbrenshme kogja shumë. Unë i sarova... Janë pas peshën më të madhe të këti? Pjesa emocionale. Emocionale. Pjesa emocionale. Për shkak që momentin që kom fillu me tranzicion, ka ndodhë një ndryshim edhe shpirtëror, që ku ka ndodhë përputhja e trupit me trunin edhe me ndjenjat e mija, edhe për një moment kom fillu me ndje rahati, që nuk e kom, të me thonë nëse kom di qka është rahatia deri sa kom fillu tranzicionin. Fizike kanë fillu zoni mas pari, që shkom të regu edhe në video. Zoni ka qenë diçka që, të me thonë, ndryshim mrena 2 javë që ka ndodhë. Ka fillu me një herë, sigur kur hinë pubertet, ndryshimet jenë të njëjta. Sigur një djallë kur hinë pubertet, njëjtëve që pak ma vonë, me 21 vjetë. Qimet fillojnë mu rritë në për trup, në për ftyrë, po ka pasë ndryshime edhe në organe genitale, që ka qenë shumë qudi. Kom spjegu edhe këtë pjesë në video, ku fillon rritja, kjo është një pjesë biologike që unë se kom kuptu ma herët, po e kom kuptu gjatë procesit. Ndërsa ka pjesa emocionale, edhe mënyra qysh silëm, mënyra qysh flasë,
Edhe mënyra që më trajtojnë njerëz tash fatkeqësisht, kjo lidhet shumë me mizogjinin që ekziston në Kosovë po edhe nëpër botë. Njerëz kanë fillu me më respektu pak ma shumë, kanë fillu me më dëgju kur flas. Ka qenë çështja e zonit, edhe kjo ka diçka shumë interesant. E folsha edhe me shoqni që studiojnë sociologji, antropologji, edhe thosha që është shoqnia jonë, kur e rini zot burrit, me një herë pak pushojnë, presin, japin hapsin, ama që kjo kon sani ma interesant që e kom po në aspekt që shoqnia ishe burra që i trajton gratë. Tash, nuk e dia është njëjtë për krejt, unë të në kohën po tentoj me cek që ndryshimet që më ka ndodhë mu, jo do mos dojnë ndodhë ndikujna tjetër, përjetimet e mija, jo do mos dojnë përjetimet dikuj tjetër, po qëtojnë senet kryesore, tani normal ndryshimet nuk nalen korë, ato halon ndodhin, unë jem halon proces, edhe pse jom bu 7 vite. Se cilin për këtyre ndryshimeve, të kalu ditët, a kishe në naj moment, ose në naj fazë të këti procesit që e kishe vështirë me pranu edhe me vetën, në thonë si kur zgjohesh një ditë edhe shet diçka të re tek vetja, të cilën as nuk mësohesh si me thonë si me përshtat me vetën. E tregu drejtën, po më doket na si persona transgjinor, kur e nisim tranzicionin, 90% ndryshimeve, jo që i dina, po me nëzispresim me i pa, që që në qëtë aspekt, jo, gjithë ndryshim që ka ndodhë koni mirë se ardhën, ka pas disa ndryshime, ka aspekte shëndetësor, që mund është me pas, nëse ki luhatje, luhatje hormonale mundet me pas gjithkosh, po në këtë rast mund ka ra me observu, mundet me pas ngritit kolesterolit, ose diçka që është fizike që ka të bëj me shëndet, që ajo kënë diçka që u dosht me pas kujdes pak ma shumë, ndryshon se ku ruhet, jo po ku mbledhet pjesa dhjamore në trup, se kanë diferenca biologjike mes burrit edhe grus, dhe me thonë qëto pjesë jënë kom pak ma zorë mu menagju, amo kjo në pjesën temë edhe për shkak të genetikës nuk është do mëzë për krejt, e një pjesë që jo kom pak e zorshme jo kom pjesa emocionale, kur ka pas luhatje hormonale. Për shkak që mundet shpesh me kriju edhe luhatje emocioneve gjatë ditës, ose edhe afagjatin, po normal kretjën pjesë që mujnë mu menagju edhe mu trajtu. Duke po ato që ka ti këndo edhe mënyrën se si flet, je tip që je i informum shumë, jo veç për tema që të përkasin se që jeton, po që shte edhe ma herët, kur ishte është e gjanë. Besoj ke ledzu edhe ke dëgju për këto mitet që ekzistojnë për transgjenorët, për rezikun, për jetesën jo të gjatë. Sa thellë ke hy me hullumtime që me arrit mos me të shqetsu edhe mos me të merakos në përgjithshmërinë tënde? Që ka ndodhë, ajo që ka ndodhë është që ka shumë munges të përditësimit të informatave sa i përket personave transgjenorë në përgjithësi, po edhe procedurave mjekësore. Une e kom pas fatin që jëm koni përfshim në për kom punu me organizata jo qeveritare shumë, edhe më ka ra me taku edhe shumë doktor direkt që na kanë spjegu proceset, na kanë spjegu qysh funksionon, edhe kemi taku kirurg që nuk i ka pas informatat e përditësume, ka thonë kur qysh më se bëni, se ka me ndodhë kjo është rëzik, më një medik, dhe me thonë e ka mbo te për të madhe. Tani kina po kirurga, po kina po edhe statistika që në fakt këto operacioni janë mjaft sukseshme. Tash kur flasim mjaft sukseshme, do të me dit edhe qëfar prishmëri ki. Se a ka më ndërtu për shembull një organ genital si kur qysh lind, jo. Nuk ka me qenë identike dhe nuk ka me pas funksionin 100% të njëjtë, po ka me funksionu për nevoja fiziologjike, për nevoja seksuale edhe për pamje. Edhe unë menoj që të persona transgjenorë që kjo është që ka kërkohet për me jetu rahat. Tash varet edhe shumë prej prishmërive, ama kjo rreziku e kështu është edhe filmi The Danish Girl për shembull, që e tregon ato pacienti dek me një herë se është operimi i parë, po edhe mjekësia, edhe shkenca kanë hecë për para. Fatkeqësisht nuk ka mjaftueshëm hulumtime, edhe nuk ka mjaftueshëm dhëna që t'i spjegojnë në detaje çdo pjesë. Po, janë aktivistat, janë njerëz që i ofrojnë këto informata. E kanë matlet me i pajis me kretë informacionet e duhna. Qa është një pyetje, Lindi, që ju veç ty, po në përgjithësi të gjithë transgjenorët është pyetje e gabume për me u bo?
Ose pyetje që... E gabume ose jo qa që rahatshme. Ta që i naive me thonë, ose ignorante. Që ke pas emrin. Që ke pas emrin. E bojnë shpesh? E bojnë shpesh dhe nuk e kam problem për më me të regu, po është jo relevante. Më nësh me konë kurioz, po tash unë veç pëse jem kurioz, nuk me i bo këtë pyqit personale që më vinë, mi avo dikujnë atë me pas pak edhe etik edhe respekt për personin edhe adin, me tentu, unë nuk e kam problem se jam balafaqu me krejt qëto pjesë, pa kam bo dhe për i nati, tash mojë me një pikë që nuk më dikon, po ka njerë që i ndikojnë, nëse donë me respektu dikon, mos e pëtë për të kalumën, pëtë e tash, se na kena qef me thonë njerës dvesin qëshje, jo qëshje konë, tani shkojnë atë pysim qëshje konë. Vërtet, kjo kureshtja, që është kjo shpreja që e kena në kështu të popullor, që kureshtja e ka mytë edhe matë. Edhe matë, në që sa për ashtore, sa kureshtër e ka për të mësafirë, pikresht. Nuk egziston një limeti i çdo gjoje që bënë me pytë dhe që s'bënë me pytë, sidomos për një diçka personale. Me arritën që të pikë që po thuti, tashmë veç nuk e kam, dhe më thonë, e ke kriju këtë barierën mos me të ndiku në aspektin emocional e psikologjik. Je trajtu me profesionist, ke marrë ndim profesionale psikologjike, apo si e ke menagju, si e ke te i kalu? Tash qysh jem kurioz edhe për profesioni, jem kurioz shumë edhe për me gjetë vetën, me pranu vetën, me hullumtu kush jam, edhe tentoj gjdo ditë punoj për mu bo verzioni ma i miri vetës, edhe krejt këtë pjesë e kom bo mendime normal, shëqnis, të fol, të bo kruga të natën, të fol me shëqni, po edhe në terapi. Në psikoterapi, unë e shkoj tash që nashta 7 vite, nashta edhe ma shumë, po të një terapist dikon 6-7 vite, edhe nuk i kena të regullta, i kena tash të her pas hershme, për shkak që nuk i kena të trajtu diçka, thjesht këshilon ato në kohën, nëse në herë jem konfuz, nëse në herë nuk po di që me vazhdu, tash im të pas shumë, të i bo 30 vjetë krejt i kena tash dyshimet në veti pak që ka po dojna me bo. Normal të në kohën jem të konsultu, po jem konsultu... A ki pas për herë përvoja të mira, më falë se ndërpreva, me psikologët? Jo. I kom pas ato përvojat e para që në konë të të mërshme. S'po du mi përmen, po jo, nuk në konë përvojat mira, ka pas raste që jem trajtu sigur eksperiment, në shku i kanë mledh ka 6-7 psikologë, që ka kokë, që ka kokë, konë interesant, të jo ardhë interesant. S'ma ka një, u spjegoj që jem konë i ri, këm pas 17 vjetë, po definitivisht më kanë trajtu sikur me konë një alien, na erdhe dhe hajde të këqyrim tash qka është puna, po këm pas edhe përvojat mira. Po flasim për spitalin shtetëror, ka pas edhe terapiste tepër, edhe nëse nuk janë konë të edukume, janë konë tepër të respektushme, edhe para se me fol diqka, nashta kanë ledzu, janë vrej që janë me ledzu, minës s'kam prit me prun të avëllin një informat re që e kanë pas, po ka pas edhe raste që nuk janë konë shumë pozitive. A i stepin që to raste, nëse lendje e ka pas gudzimin, e ka pas që të përvojt keqe, për nuk e ka ndalë me shku me hullumtu me gjetë vendin e duhur edhe profesionistin, se këtu përbuhet fjallë veç për një profesionist. Dikush tjetër, a ka mundësi që mos me pas që të gudzim edhe me njëherë me u dëshpru prej kërkesës për ndim tek profesionisti, për diçka shumë të rëndësishme që është shëndetit? Ka raste shumë që hezitojnë, nuk hezitojnë veç për shkak që shtrajtojnë, po mujnë me hezitu edhe prej frikës se a janë konfidenciale sa duhet me qenë këto seanca psikologjike, po fatmirësisht janë 2 organizata që ofrojnë falas ndim psikologjike. është organizata CEL Kosova dhe CSGD, i kanë psikologët e angazhum, caktohet termini, organizatat kur nuk e marrin vesh kush përshkon një krejt konfidenciale edhe janë të pagume sikur seanca në një klinik private. Që kujdo që i duhet, definitivisht le të flasin me CEL, me CSGD, ose le të më shkrujnë edhe ju të zoj, edhe janë të garantojnë që janë psikologe që janë të informuar për këtë çështje. Sa shpesh kanë shkrujt njerëz për me ndo mas pare historinë e tyne me ty edhe me të kërku ty këshill ose rrugë se ka me jamajt? Shumë. Qështë bënë në Për shumë se nuk po mëj me gjetë një numër, po më gëzon fakti që më besojnë, veç mëj me shpresu që e kom mujt me inimu me qatë sa kom ditë edhe qatë sa kom mujt,
Normal që tash që e kom pas që të pauzën 4 vjeqare, nuk ka pas shumë, po tash kanë fillu me një herë. Shkruajnë qysh me bo qëta, qysh me bo këta, qysh me caktu terminin, ku me bo analizat. Unë jam gjithë i hapën për me këshilu. Po, për me letësu krejt këtë pjesë, për që ata edhe e kom njësë platformën, për shkak që ka një herë ka ndodhë për një me i kom pas 100 mesazhe të prit, edhe në herëve se kisha energjin me himi këthy këtë mesazhet një ka një, do ishin që i bëjshin pyetjet e njejta, do ishin krejt ndryshe prej njëra tjetrës. E tash kom vendos për se cilin pyetje që bëhet, kom tentu me bo video, me shtjellu si tem, mi jep krejt detaje që i kam, ose sa do që muj, edhe me tentu më një mund qëtë mënyrë. Qështu besoj që muj me konë shumë a ofër komunitetit se sa një këthy mesazh se cilit. Linde, jam krejt në fond, po më thonë 30 sekunda, i marë me dhe arbrit kohën, po... A shpejta? Se ja vlejti. 2 fjalë për personat që hala se kanë gjetë forcën me pranu vetën. Është proces i gjatë, mund me konë proces i latshëm, mund me konë proces i frikshëm, po definitivisht veç punon një qatë drejtim, gjene sigurin veti, edhe rrethonu me njerë që ju dojnë qashtu që shjeni. Faleminderit shumë që pas 4 viteve u pam bashkë edhe falem. Faleminderit shumë me vlerësisht. Arbër na fal, faleminderit edhe